Kjo është porosia ime online dhe shikojni se çfarë më erdhi. Po vjen dimër edhe doja diçka të ngrohtë për veten time, ndaj edhe porosita 2 veshje edhe 2 xhupa, të cilat ju do t'i vlerësoni në fund, a ja vlenin apo jo. Kjo këtu është veshja e parë, ky është kostumi i parë dhe ja se si dukej në web. Dhe tani do t'ju tregoj se si qëndron veshur. Pra çfarë më erdhi dhe ju do vendosni notën në fund të kësaj videoje këtu poshtë në koment. Është kostumi që ka ardhur. Notën vendosjani vetë se unë s'po flas fare. Po ju lë disa sekonda që ta vështroni më mirë. Kostumi nëmër 2 është ky këtu. Pra në web shfaqej kështu. Ta shikojmë vallë a do jetë ashtu edhe live? Edhe ja se çfarë më erdhi. Ka 2 xhepa këtu. Edhe këtu vin me elastik. Është stil oversize në pak fjalë, unë kam përzitur masën më. Vëmendje tani do të shkoj te xhupi. Kjo ishte fotoa e xhupit në foto, edhe jatët do t'ua tregoj se çfarë më ka ardhur. Janë 2 xhupa, do t'ua tregoj njëra pas tjetrës. Edhe xhupi i dytë është ky. Shikoj. Ky është xhupi. Ka 2 xhepa këtu. Është shumë i ngrohtë, është i gjatë deri tek këtu. Është i gjatë deri këtu. Më besoni, kam dalë, jo po reklam, po realisht, po shpreh mendimin tim të sinqert, më e kënaqur jam me këta xhupat, janë super të ngrohtë, super të ngrohtë. Po e mbështej edhe që ta shikoni, unë kam porositur te ky xhup i zi, kam porositur masën small, pasi mendoja duke qenë sa më shkurtër, nëse do porosisja masën medium, do të ishte shumë më gjatë, edhe e shkurtër jam, edhe xhupi deri te këmbët, do ngrisja fare. Kështu duket edhe xhupi, ka edhe kapuç, dhe është shumë i ngrohtë. Edhe ja ky është edhe xhupi i fundit, ky duket komplet, sepse është i shkurtër. Më lejoni t'ju tregoj, është me llush nga brenda. Ka edhe këtë llushin këtu që unë ja montova sa për video se nuk më pëlqente, të them të vërtetën. E dua më mirë pa llush. Thjesht ka diçka që do veshur pak me një bluzë të hollë, poshtë, jo me një bluzë të trashë, sepse nuk lëviz dot. Këtë kam porositur masa M. Tani, dua mendimin tuaj në komente, këtu poshtë. Dua të di cili është i preferuari